Megjithatë, pas hapit do i zbulojmë gjitha sonte, tani është momenti që unë fola mjaftueshëm, të flasin i qika ta atje, të shohim edhe sa të bukur janë bërë sonte, dhe çfarë do na thonë, edhe me shpresë që i kemi me një energji të mirë. Nuk i merret vesh ato me hënja. Më çoni tek arena e brendshme, ju lutem? Mi mbroma fermer, se u tova! Isha duke parë një gjë interesante. Qa gjë? Më mirë që nuk po më shtini në këto momente. Si jeni ju? Mirë, faleminderit. Ju shoh ca kuqe, ca zije, ca xixa. Zihemi bërë gjithë. So, ne ca jeshil, nuk na shef fare. Ju nuk ju shoh ju tjerëve, si jeni ju tjerët? Mirë, Luana. Mirë jeni, pse s'ju shoh entuziast fare? Nuk e di, Luana është e tmeshme, zakonisht kur vi dhe unë kështu nga ora 9 pa qerek fillon live streamin në YouTube, janë erdhi dhe Albano, sot ishin kështu. Sonda ashtu jemi të gjithë në fakt. Jo, unë s'jam ashtu, unë jam shumë i qef. Hajtë se do kemi një mbrëmje të gjatë bashkë, megjithatë mund të pozicionoheni në këtë nisje, po pyes pak kandidatët tanë që sonte kanë një mbrëmje të rëndësishme. Frederik dhe Ylli. Ta fillojmë nga Frederiku me qëshmi ma. Orna. Mirë mbroma. Mirë mbroma, Frederik, come stai? Come stai, Frederik? Sto benissimo. Benissimo. Gati për sonte? Si kanë qenë këtë ditë? Sempre pronto per tutte le difese del mondo. Këto ditë zgjedhore si kanë qenë? Penso sono stato abbastanza bene. Abbastanza bene. Vazhdojmë Frederiku me këtë përgjigje në italisht. Unë deri në fund me ty do e kem mësuar. Do jem gati për të dalë në ekran andej. Se kam pas oferta apo se di mirë italisht. Non ci sono più bellissime di te. Benissimi dhe me, grazie, grazie. Nuk është janë më të bukura ose më të mira se ty ato andesa. Faleminderit. Ja, i tha shumë të thoshtë ashtu, po do t'a dish. Ma tha Frederiku këtë, grazie, amore. I tha shumë të thoshtë, mua më the, jo. Unë thesh, ja thash të thoshtëm. Edhe unë Frederiku ti thash ma Albano? Grazie, amore. Më the mua? Jo. Ty të them tesoro. Skuza. Ylli. Mi mbroma, Luana. Mi mbroma. Pas ke marrë pamje kështu, seriozi sonte, do je gati për... Jo, gjatë gjithë kohë se kom pas. Kandidat për kryetar. Po. Po dhe për mu kanë qenë disa ditë pak me stres, thuja se tu e pas parasysh edhe pozitin si kryefermer, njëkohësisht edhe si kandidat, është pak e lodhshme. Kështu që pse jo, masi që kemi pas nga Agaj, kom kandidua dhone. Tof me i mirin nga ne të dy, shtu që le të shofim. Do shojmë sonte se kush do fitoj nga ju të dy, qfar do fitoj, e të tjerë me ranë. Ndërko, ne na po ndalem pak dhe të këti, duke qenë se ishë hyrje e re, si kanë qenë këtë ditë? Mirë mbroma, Luana. Mirë mbroma. Mirë kum kalu, kum nisë më ambientu, po më pëlqenë shumë, kam energjit mirë, që që vazhdojmë. Ate energjin e mirë nëse e ndjen, edhe për cilën i pak më shumë. Po mundona, unë për veti po mundona. Ja, unë si njeri mirë që jam, i bëra një... Qa të thash për veshjen? Thuaj, Luana, qa të thash? Tha, ke vesh perde, edhe unë e besoj që edhe perde me vesh më ka hije, kështu që se kam problem. E mora si kompliment. I bëra kompliment, thash, po energji të mirë. Imagjino qëfar do thoje ti për mua sonte, Albano, qëfar kam veshur? Qa ke vesh, Jorgan? Okej, po ju le për momentin, se pasaj nuk do vi kaj që busqeshur. Kërke, tesoro. Këthem shpejt, tesoro.